Kur doli në obor, Mercedesi kishte humbur pa gjurmë, bashk me të edhe mijëra euro që pronari i kishte lënë brenda veturës. Një vjedhje e rëndë është raportuar në orët e para të mëngjesit në Gjilan, ku cak i hajdutëve ka qenë një veturë luksoze e parkuar në oborin e një shtëpie. Burimet e sinjalit bëjnë me dije se GSH rreth 38 vjeçar ka njoftuar policinë se kur ka dalë nga shtëpia rreth orës 00:45 minuta, ka vërejtur se vetura e tij nuk ndodhej më në vendin ku e kishte lënë të parkuar. Sipas denoncimit, persona ende të paidentifikuar dyshohet se kanë hyrë në obor dhe kanë vjedhur veturën e tipit Mercedes me targa 06164 HC, e cila sipas pronarit ka vlerë prej 22 deri në 25.000 euro. Por dëmi nuk përfundon me kaq. Sinjali mëson se brenda automjetit ndodheshin edhe 5.000 euro para të gatshme, të cilat ishin të vendosura në një çantë dore dhe janë marrë bashkë me veturën. Për rastin është njoftuar prokuroria kujdestare, e cila ka urdhëruar inicimin e veprës penale vjedhje e rëndë, ndërsa hetimet janë marrë në dorë nga njësitë kompetente.